naduvavanje. Po. Kako bi to bilo ravno i eto imao prostor za odušak da možda malo više vremena provodim u prirodi. Ndoshta aty ka qenë edhe një dyshek, kështu që është fry me kohë, do thotë, ai është zgjidhur aty që të pushoj ndërkohë nëse të kisha shku në atë vend. U toku dana sumnjao sam na sve, iskren da budem. Të jemi sinqert, gjatë ditës kam dyshuar për gjithçka dhe në gjithçka. Për shembull në kë? Privatno. Pa iskreno kažem, ja sam sumnjao možda i na neke strukture koje me vole političke oponente. Ndoshta kam dyshuar edhe në disa struktura që me marrin si oponent politik. Ali ja nisam mogao da kažem uopšte, da optužim u tom trenutku bilo koga. Mirë, po në atë moment nuk kam dashur dhe s'kam mundur të akuzoj askën. Da li me uopšte neko da li neko hoće da mi izradi ili bilo šta. Sepse nuk e di nëse kush ka pasur far qëllimi çka të bëj me këtë. A i bie që në strukturat që ju dyshoni janë strukturat të oponencës tuaj politike sërbe, të Radojqiqit e këtyre të listës sërbe, të këtyre keni dyshimin apo të kujt? Da, ja kažem da sam sve i njih sam uzimao u obzir i sve, ali u trenutku kada sam video post gospodina Svećlje, njegovu objavu, kada sam video rusku zastavu, što kod mene sigurno nikada već... Kur mendova këte, kam mendu edhe për strukturat e Radojqiqit dhe ato politike. Mirë, po kur e kam po postimin e Svećljes dhe ndër të tjera edhe flamurin rus, atëherën ka ro poshtë ajo, do të thotë se unë kur nuk kam majtur një flamur rus. Po. Kur jeni kaq të sigurt, zoti Arsenievi, sepse do dua t'i jap fjalën edhe kolegëve, natyrisht ta japin edhe opinionin, por edhe ta bëjmë pyetje. Kur jeni kaq të sigurt për pafajësinë tuaj në lidhje me këtë situatë, pse nuk dorëzoheni, pse nuk shkoni për të bashkëpunuar, nuk ktheheni në Mitrovic për të bashkëpunuar me institucionet e drejtësisë dhe të policisë? Pre svega, kao što sam rekao, mene je poziv policije zadesio na putu. Para se gjithash, si që thash, thirrja e policisë, kur është bërë, mu më ka zëtet në rrugë, kam qenë në udhtim. Kada sam krenuo kod rođaka... E qartë, po sot keni mundur të ktheheni? Jashtë. Ne, samo da vam kažem, juče sam ja hteo da se vratim. Unë tje kam dashur të kthehesha. Ja sam hteo odmah juče da se vratim. Pra kam dashur i tje me njëherë të kthehem. I rekao sebi i razgovarao sa svojim kolegama, kažem, ljudi, mislim, meni treba nekoliko sati, ja ću da se vratim. Do të thotë kam qenë në rrugë, nuk kam thonë shokëve, kolegëve të mi, më duhen disa orë dhe duhet të kthehem. Međutim, kada sam video da je gospodin Svećlja postavio panj i zaoštrio sekiru, mirë, po kur e kam parë postimin e zotit Svećlja, që të nëzomi e ka pret të shpatën, themi kështu figurativisht. Imam i neke zakazane, mislim, lekarske pregledi. Ndërkohë që kam pasur të caktuara paraprakisht edhe disa vizita mjekësore, ka? Po. Da bih ja dobio garancije da će taj postupak da bude pravedan. Dhe nëse marr garancionet që procedura do të jetë drejt. Ono što je najbitnije jeste da je mene iskreno i strah, jer... Dhe të jemi sinqert, kam edhe frikë. Petak ja odlazim. Unë Znači ja sam tad sa kolegom imao video da li ima konj vodu. Unë e kam pyetur personin, kënë dëgjova emrin, nëse ka ujë për kalë atje. Velšojebno oduzimanje tog oružja koji se nalazi u štali. Mirë, po kur kam parë se çka ka ndodhur aty, çka kanë marrë atë armë në atë stallë. Suočava sa najvećom energetskom krizom do sada. Dhe Kosova ballafaqohet me krizën më të madhe energjetike deri më tash.
Znači, Po. policija ima moje otiske prstiju u dosjeu, Policia i ima ka sve. shenjat e gishtrinjve të mi. Niko od njih nije rekao da je štala bila nova. Qartë, pra ju jeni e qartë, Arsenieviç, ti shkurtojmë pak përgjigjet për shkak të përkthimit. Ti shkurtojmë pak